Unë do të shkoj pikërisht tek tek kalimi, në fakt, i afatit mbyllet moratoriumi mbas 10 viteve, tashmë do të jetë e mundur që të bëhet gjueti, ata cilët janë të pasionuar, rregullat e lojës si do t'jenë, po e quaj kështu rregullat e lojës tashmë në vazhdim, do të kemi edhe të ftuarit, Themi Peri, presidenti i Federatës së Gjuetisë, mirë se vjen, kënaqësi që të kam. Romir Xozi, gjatar profesionist, mirë se vjen Romir, kënaqësi. Daniel Përdeta, inxhinierin e pyjeve, i cili na solli edhe me kamerën e tij çfarë kishte ndodhur në fakt në pyje nga derat e egër, që pam bashkë edhe atë grupim të tyre. Do shkoj shpejt e shpejt tek materiali, sepse nuk më ka mbetur edhe shumë kohë dhe rikthehem për bisedë. Prej gati 10 vitesh në territorin shqiptar funksiononte moratoriumi i gjuetisë, i cili ka si synim mbrojtjen e jetës së egër. Edhe pse u kundërshtua fort nga gjuetarët, moratoriumi zgjati një dekadë, por tashmë duket se i erdhi fundi. Pas një dekade ndalimi, në Shqipëri do të lejohet gjuetia pasi parlamenti miratoi me 80 vota pro projektligjin e ri për gjuetin, i cili parashikon lejimin e këtij aktiviteti në zona të caktuara. Gjuetar do të jenë si fillim vetëm shtetasit shqiptar që kanë mbushur moshën 25 vjeç, që kanë armë me leje dhe që janë të pajisur me leje gjuetie. Baza e re ligjore parashikon se në rastet kur në zona të ndaluara gjuhen kafshë që nuk janë pjesë e listës apo kur mungon leja e gjuetisë, gjobat janë të majme dhe variojnë nga 500.000 lek në 1.300.000 lek. Ministria e Turizmit dhe Mjedisit kanë nxjerrë për konsultim publik draftin e ri ligjor, i cili përcakton se të drejtën për të qenë gjuetar fillimisht do ta kenë vetëm shtetasit shqiptar mbi 25 vjeç, të pajisur me armë, me leje dhe me leje të posaçme gjuetie. Sipas relacionit të projektligjit, statusi i zonës së gjuetisë mund të hiqet për arsye të sigurisë kombëtare, kërkesave për zhvillim rural, rasteve të keqpërdorimit ose mos respektimit të kontratës nga qiramarrësi. Peri, i lumtur që përfundoi moratoriumi apo? Me thënë të drejtën, edhe ka pasur moratoriumi dhe nuk ka pasur. Edhe ka patur dhe s'ka patur, nuk është respektuar gjithmonë. Sepse nuk është respektuar moratoriumi i gjuetisë, moratoriumi i gjuetisë shtoj të palishmit edhe penalizoj të lishmit, por që një ndërmarrje kotë dhe ne nuk shohim në një përmirësim, sepse ne nuk kemi një shifër konkrete, sa ka qenë popullata kafshës shpërndet egra para moratoriumit dhe sa e sot se nuk është bërë fare inventarizimi. Po them inventarizimi se këtu në projektligj thotë censusi. Do më thënë ka ca fjalë të huaja që janë futur të ky ligj i ri tash. Gjithsesi, ky ligj me shumë e kanë pritur gjuetarët me shumë dëshirë, sepse në fundit do të çelë drita jashile për aktivitetin e gjuetisë, por duke lexuar këtë ligj kemi shumë rezerva për sa i përket mënyrës se si do të funksionojë aktiviteti i gjuetisë, sepse në fundit ky ligj duhet të beheshin shumë konsulta dhe sidomos me gjuetarët. Nuk u bën këto konsulta. Në fundit ky ligj është ndërtuar për ta zbatuar komuniteti i gjuetarëve. Ne duhet jemi subjekt, jo objekt. Është pritur si shqetësim, të kanë marrë në telefon, kanë pyetur. Po, kanë marrë shumë njerëz në telefon dhe janë të shqetësuar dhe ne jemi të shqetësuar sepse erdhi gushti. Do kemi mundësi që të përgatitemi për në gusht për sezonin e gjuetisë, sepse se gushti është periudha. Gushti është periudha që fillon. E kuptoj. Gjithë kjo ka trahur, po të them me kuptimin e mirë të fjalës që u ndërtua në këtë moratorium gjuetie, Ministria e kaloi njësive të qeverisë vendore, të cilat absolutisht nuk kanë mundësi që ta menaxhojnë këtë aktivitet. Siç duhet. Romir, e nise gjuetin i bie djali i ri u bëre burr me mbarimin e moratoriumit. Pas 10 viteve. Djali i ri është djala ministri i vogël, i mitur. Me shaka. Si e sheti tashmë që ka përfunduar dhe je dhe ti skeptik gjithashtu në zbatimin edhe rregullat që do jenë në këtë lojë? Pjesërisht po. Me keqardhje them, po pjesërisht jam dhe unë skeptik. Arsyeja vetmja që jam skeptik është sepse ligjin e ka miratuar njerëz të cilët nuk e njohin. Shumë e quajnë sport, unë e them është mënyrë të jetuarit. Nuk jeni pyetur fare?
Nuk është pyetur komuniteti i gjuetarëve? Presidenti ka luftuar mjaft, po... Kemi bërë disa dëgjesa, na kanë thirrur. Ju kanë thirrur. Për fasad. Do më thënë, asë një presje, asë një pik nuk kanë marë, jo vetëm nga ne, vërejtjet, propozimet e kemi pasur ne si federat, por edhe vërejtjet e dy organizatave më të fuqishme dhe propozimet që janë në botë, është Federata Botërore dhe Federata Europiane. Dhe kjo është të çudia e madhe, na ka thënë shumë mirë, osa mirë, dhe kur vjen puna, ky ligj që shikojmë ne tani, nuk ka reflektuar fare asnjë nga propozimet tona. Prandaj themi që është për mendimin tim dhe për mendimin e ton, që ne, po e them që në fillim këtë, po e them që në fillim se do kemi kohë që të flasim, ne disa nene të këtij projektligji, kemi grumbulluar jemi mbledhur me një grup avokatësh dhe specialistësh dhe 5 nene të ligjit që janë kundërshtime direktive dhe BE-s do t'i kalojmë në kushtetuese. Okej, dakord. Do shtoja diçka që mbase do ta them dhe në fund. Që të përfshitet Danielin. Është një lloj si një gazetar ta gjykoj një marangoz, ose unë vendos për një mjek, një inxhinier vendosi për një biolog. Dikush që nuk e njeh fushën, fare. Nuk e njohin fushën, kanë vendosur pa kuptuar se çfarë kanë vendosur. Është totalisht një gabim. Po cila është ajo pikë që për ty është më e palogjikshmja në menaxhimi i kësaj situate? Menaxhimi. Po, zbatimi i këtij ligji, i cili po ta lexosh në rreshta, deli pa kuptim që të menaxhohet nga njerëz që nuk e njohin këtë fushë. Pra unë ngul këmbë fort te kjo pikë, që është një lloj si dikush që ka një profesion caktuar, të vendosi për dikë tjetër që ka një profesion caktuar. Është realisht ka të huaj Romir që vinë këtu tek në Shqipëri për të bërë gjë? Pa çka se mund të ketë qenë moratoriumi ka pasur, po është një shqetësim aq i vogël. Është i vogël. Po vendasit i respektojnë rregullat apo? Ka disa vite që vendasit janë detyruar të mos i respektojnë rregullat. Të mos i respektojnë. Me këtë absurditet i cili ka qenë moratoriumi, kanë qenë të detyruar të mos i respektojnë rregullat, sepse ka qenë absurditet. Mirë, Daniel, ti je apasionuar pas pyjeve, vetë ke monitoruar dhe studion në këtë fush, vetë si e ke parë këtë, sa është abuzuar nga gjatarët? Mendoj që abuzimi nuk ka qenë në nivel alarmante. Nuk ka qenë në nivel alarmante? Nuk ka qenë në nivel alarmante, pasi pjesa që kanë dalë, pjesa personave që kanë dalë përgjajën kryesisht tuna të ri që kanë dalë natën, në makina, me anë të dritave dhe në këto kushte kafshë do largohen. Kërë që nëse kanë dalë 10 herë, ato mund këtë kap një lepur nga 10 lëvizje që kanë kryer për gjuhëti. Kështu që unë shoh që gjuhëtia paligjshme nuk ka qenë as shumë prezente. Në zonën ku ti jeton, ka qenë shqetësuese ndonjëherë kjo pikë në këto 10 vite? Ka pasur raste, por fatmirësisht janë evidentuar dhe nuk janë bllokuar. Banorët e mbrojnë për shembull një zonë kryore kur e dinë që ajo është se dakord, vjen dikush i cili është në çmendurinë e tij të pasionit, vjen dëgjuaj, po banorët aty raportojnë? Padyshim, mbrojtja kryesore që është bërë aty në territor është nga banorët. Faza e parë mbrojtjes është gjithmonë nga banorët. Shumë ju pyet, pra. Banorët nuk i lejojnë, në mënyrë absolute nuk lejojnë. Ka kapur ndonjëherë kamerë aty përveç se ma jepni pak atë videon, përveç se derave të egër edhe kafshëve të egra, ka kapur ndonjëherë ndonjë gjatar? Jo, kryesisht turista që dalin me motorra, domethënë, ose dalin për hiking, por jo, gjuetar nuk ka patur, domethënë, nuk ka se kam patur. E ke studiuar vetë me kujdes? E kam shikuar ligjin. E ke shikuar? E kam shikuar këtë projekt ligj. Mendoj që si fillim duhet të kishim një census pas gjithë kësaj periudhe, që të kuptojmë se si është popullata. Dhe pastaj të kalonim në një projekt ligj. Ne nuk kemi. Nuk kemi një census. Ne nuk dim se çfarë kemi në tyret tona. Çfarë nuk dim? Jemi pa inventar, nuk kemi një inventar. Nuk kemi. Unë guxoj ta bëj këtë pyetje. Ne sot nuk e dim se sa votues kemi. Jo ta dim sa derra tegër kemi në guxoj ta bëj këtë pyetje dhe e bëj me bindje të plot. Sepse askush nuk ka bërë një census të mirëfillt, siç në përbot bëhet. Dhe unë ftoj publikisht, inshallah, të arrit deri aty sa që të ftoj dikë, që të më përgjigjet se si janë bërë këto matjet për të bërë një census sakt ndër vite, se sa ka qenë popullata e biodiversitetit e specieve që janë objekt gjuetie, sa është zhdukur dhe sa është shumuar.
sinqerisht e bëj, ftoj këdo. E kuptoj. Që të më bëj një census, po të bazuar, Mua për shumë më duket jo në për këto tezat hipotetike kështu në ajër. Më thonë që në filan vit, në këtë perimetër, në filan vënd, kanë qenë kaq dera, pastaj në filan vit ishin kaq, dhe pastaj u shtuan kaq dhe sot arritëm kaq. Unë ftoj publikisht këdo. Që të vi... Çfarë letra shke aty me vetë? Është ligji. Ligji. Ligji sepse ka disa absurditete që i kisha harruar sepse janë shumë, po nuk besoj se kam duhet ta hap. Është më e rëndësishme kjo pjesa që më fal president. Realisht, ftoj këdo që të më Mos e thot 3 herë që na vinë të mënyrën se si janë matur këtë shpend. Ja, kuptoj. Ku ne nuk e dim akoma, nuk dim adresarin e njerëzve që janë këtu. Ne nuk e dim sa votues kemi. Ne shkojmë dhe të pretendojnë njerëzit që dim se sa ka qenë spece që është dukur dhe janë shtuar. Kush e dëgjon, nuk e di. Ftoj këto realisht. Ne duke u mbështetur te ligji gjithmonë, ne kërkojmë dhe kërkojmë një ligj që t'jetë i zbatueshëm dhe t'jetë për gjuetarët, shoqatat, federata, gjuetarët t'jetë subjekt e objekt. Neve aktualisht me këtë... Mirë, ma gjej një pikë, se dua ta kuptoj vërtet çfarë mendon, ose më gjeni një pikë që... Është një absurditet me që mu drejtua, është një absurditet ekstrem, ku unë nuk pretendoj që ju ta kuptoni, duke qenë se nuk ndanit njëjtin pasion me ne, ju jeni gjuetarë në vetvete, po gjuani famën, karrierën, profesionalizmin, jo, gjithsecili nga ne është gjuetar në vetvete, por gjuan diçka të tjerë. Mendoj se ju gjuani profesionalizmin. Në një nga këto unë kam intervistuar gjuetar. Kështu që do përpiqem të të kuptoj, aj sa mundem të të kuptoj nga pasioni i çmendur që kam kuptuar i gjuetari. Po se mos na shifnin e gjuetarë se në një specie. Jo, absolutisht. Vetëm kush është gjuetar e kupton se që është gjuetia. Madje unë kam kuptuar një gjë, që vetë nga intervista që kam padur me një gjuetar shumë të apasionuar, se sa e vlerëson të ai natyrën. Dhe me thënë, aty e kam kuptuar... Besoj se jemi njerëzit që e vlerësojmë më shumë nga çdo kush natyrë. Sepse gjithmonë e kam parë si predatorin e natyrës, ose shkatërruesin e natyrës, po në fakt nuk janë. Sepse ne e kuptojmë që pa natyrë nuk mbijetoni dot. Nuk ekzistojnë. Po të them, më trego diçka që unë të përpiqem ta kuptoj se... Po mundohem ta them. Krimi më i madh dhe keqardhja më e madhe imja, ju thash edhe një herë tjetër, është që për ne vendosin njerëz që nuk janë si ne. Dhe po them edhe një herë tjetër, është një lloj si unë të vendos për një mjek. Unë nuk jam mjek. Kam profesionin tim, apo për ju të vendosi një hidraulik. Nuk funksionon kështu. E kuptova pra po. Po kjo është keqardhja më e madhe. Pastaj po të kisha njerëz për të cilët unë mund të flisja sepse do kishin të njëjtën njohuri timen presidentit e gjuetarëve që më dëgjojnë, unë do përballesha me shumë kënaqësi mbase do kisha cili është interesi nëse kjo gjë ka ndodhur. Në këndvështrimin tënd, cili është interesi që të ndalojmë moratoriumi edhe rregullat e lojës mos të vendosen nga njerëzit që janë ekspertë? Se këtë duhet kuptoj, se dakor, duhet një përgjigje. Realisht do të përgjigjem? Interesat janë goxha të mëdha. Ne jemi, shiko, me këtë ligj ne jemi të shqetësuar se ky moratorium do zgjatet. Do më thënë në thonjë po them unë. Sepse katrahura që u ndërtua për 12 vjet rresht, ju kaloi njësive të qeverisë vendore, të cilat nuk e kanë haberin fare për ta menaxhuar fare. Edhe çfarë bëjnë gabim ato? Shiko, të parën njësitë e qeverisë vendore duhet të hartojnë kadastrat. Duhet të bëjë një plan zhvillimi dhe menaxhimi të famosegë. Ne shikojmë në Shqipëri që mungojnë speciet, mungojnë fazani, mungojnë thellëza e fushit, mungojnë të gjitha këto të tjera. Lere se çfarë thuhet. Shiko, janë zhvillimi i famosegë shikohet në 2 pikpamje. Në pikpamjen politike, që politika në thonë kemi arritur, kemi bërë. Dhe në pikpamje shkencore, djali e di shumë mirë, që ne nuk kemi. Ne kemi më pak faun tegër se që kemi pasur në vitin 2014 kur filloj moratoriumi i gjuetisë. Edhe unë e di këtë gjendje që nga Munella e këtia. Në Munell, po të shkosh nesër, i gjendë gjuetarë duke gjuetur. Nuk është pak e vërtet. Tashti, ti një pyet, nuk një faun, nuk një aktivitet në gjuetisë. Momentin që jam pyllur, ne shikoj dhe gjithë habitatin e gjallësave të gjalla. Qa ka shtesë në Munell, më thuaj?
me moratorium. Me modellën, mas moratoriumi që ka Atëherë, shtes? kjo video që është këtu, video e kapur nga Kamra të Kushtë që kam kapur. Lere der negri në bërë. Fillojmë me Lere Derë der Kemi negri. Recipën e Ballkanit që ka filluar shtohet. Veri qebli. Thëllez në malit. Në kafshët e egra. Jo, se është ke leburin e egrë, ke thëllez leburin në e egrë malit, që ke gjitha shpendet e tjera të Po, cilat dikur që janë në po. renje. Apo ja? Në mënyrë absolute jo. Do ta marr pak unë fjalën. Jo, dakord, po. Mundem. Po. Recepulli i egër në asnjë rast I Ballkanit. Në asnjë rast nuk ka qenë objekt gjuetie. Për ta kuptuar, me që më drejtove pyetjen do të përgjigjem në këtë situatë. Asnjëherë nuk ka qenë objekt gjuetie Recepulli. Kur? Jam Dhe plotësisht dakord. në momentin që është vrarë, në asnjë rast nuk është vrarë nga gjuetar të ligjshëm, të licencuar, të ndërgjegjshëm dhe që kuptojnë se çfarë janë specie objekt gjuetie. Me pak fjalë, dikush që do ta vrasë Recepullin, Shqiponjën, apo nuk e di se çfarë që është ndaluar, do ta vrasi si në moratorium, si pa moratorium. Po. Është një lloj, si thuash, për për lëndë narkotike. Dikush që do ta shesi edhe pse është ndaluar, do ta shesi. E qartë, e kuptoj. Është e njëjta situatë. Kështu që Recepulli, shtimi i Recepullit, me që ju e thoni, nuk është si pasojë e moratoriumit të gjuetisë. Mbase, me që ju Po keni mirë, keni licencës, patur në raste ku për shkak të këtij moratoriumi ka njerëz të cilët janë dënuar. patjetër, shumë, shok, miq, pjesë të njerëzve, pjesë të grupit Po tonë, që kanë tentuar të gjuajnë. sepse duke qenë një absurditet, njerëzit me të padrejtë, siç ndodh ndonjëherë, e kanë thyer ligjin, por edhe dënimi i tyre është bërë prapë në të padrejtë. Është bërë në të padrejtë sepse kemi raste gjuetarësh të cilët me marrë armët janë dënuar edhe kur kanë mbaruar moratoriumin. Ka qenë kjo pjesa bosh nga miratimi i ligjit, nga mbarimi i moratoriumit tek miratimi i ligjit, të cilët njerëzve me qenë se jemi drejt fundit, për ta mbyllur jemi, shikoj, drejt fundit, ne kundërshtojmë shumë pika në këtë projekt ligjin e gjuetisë, por sidomos atë që në mënyrë absurde, këta ndalojnë gjuetarin që dëgjojë me armë gjysmë automatike. Do të thënë, këta kërkojnë të mbyllin fabrikat e gjithë botës që prodhojnë armë për gjuetarët që gjuajnë me armë gjysmë, deri aty nuk arrin. Presidenti po mundohet Këta kërkojnë që të krijojnë një shoqatë brenda shoqatës tek bashkitë, që bashkia t'ja bilete gjuetisë, të menaxhojnë gjuetin, nuk ka mundësi ta bëjnë. Këta në kundërshtim me direktivat e BE-s, ku në gjithë vendet e rajonit që të besh gjuetar duhet të jesh nga 16 deri në 18 jesh në një kurs, dhe në 18 vjeç ti merr lejen e gjuetisë dhe merr armën. Këta kërkojnë 25 vjeç. Masi je shkthyer nga Iraku, nga Afganistani, je bërë dhe me një 3 kalamaç dhe thot tash je takon ty që të Presidenti po mundohet Duhet ta mbyll sepse do dalim te lajmet pastaj. Do dalim duke na prezantuar lajmet, shkojmë te kronika. Jo, ideja është kjo që thashun, çka thash në fillim, që njerëz që nuk e njohin të fush kanë munduar të bëjnë një ligj që nuk i përket atyre. Mirë, unë ju falenderoj që u pata. Daniel, faleminderit edhe ty për qëndrimin tënd. E di që ishte pak e vështirë, por në kaq minutazh. Megjithatë, do kemi mundësi që të ndalemi përsëri ta diskutojmë, se nuk është hera e fundit. Ne bashkë do takojmë përsëri nesër, vazhdoni që ndroni Radio Televizionin Publik Shqiptar. Gjithë mirat.